po jetosh aty, po të lërosha. Sa filloj me taku ajo uja para fëmijë, shkoj prapë te ajo. Nuk peva kokën mrapa. 24 vjeç dhe nuk u martove më kur? Jo, nuk jam. Jam gjësi, jetoj në Itali prej rreth 28 vjet. Jam e vetmja që e kam marrë këtë vendim. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem 2 zonja, 2 gra, 2 nëna, të cilat të dyja kanë për të bërë një denoncim për të rrëfyer një histori të dhimbshme. Fillimisht do të jemi një 75 vjeçare, ajo quhet Sere Shkoza, është nëna e një djali. U martua sigurisht për para shumë vitesh kur ishte vetëm 24 vjeç, por martesa zgjati vetëm 1 vit sa ajo mbeti shtatzën dhe solli një djalin. Më pas u divorcua dhe vendosi të mos martohej më kurrë. Përpos gjithë vështirësive që ka kaluar në jetë, sot ka për të bërë një denoncim. Është duke me pritur zonja, 75 vjeçare me emrin Sere Shkoza, abritaren dhe e përshëndes. Sere, përshëndetje nga Tirana. Shëndetje. Si jeti me shëndet? Mirë, juve mirë jeni, se e kalon, mirë. Mirë, ti jeton në Ndroq, flasim live nga Ndroqi. Po, Ndroq. Më telefonove, më shkruajte mesazh dhe kërkove që të flisje me mua dhe me sa kuptova kishe bërë një jetë të vështirë nga mesazhet që më kishe shkruar. Po. Kush është problemi juaj, e dashur Sere? Problemi im është që unë të lemrova të për parë këtë marrë në telefon, kam ujë. Nuk e ujë, në 2026 nuk e ujë? Nuk kam ujë se kam pasi pusë, ajo është pa farë, nuk ka ujë më. Edhe të që unë të ngell pa ujë, mu shke kom shqipë. Po mirë, në shtëpi nuk e qezma ti ujë që të vi normal, si që na vjen të gjithve, pse du të kesh pusin, okej, po... Jo. Nuk ka. Nuk vinë këtu si lagjë këtu janë, kanë gjithë puce. Po si, në Ndroq nuk kanë shtëpi të ujë? S'po e kuptoj. Përdo, kanë, tuk e lagjë ime që jam këtu, kanë puce. Dhe nuk është shtruar asnjëherë linja e ujit, po më tregon. O shtruje një pusit ta që jo shmëll, o shprish, nga e që jem bërë shumë kanalizime, jo banja, jo këshu. Edhe lagja ku të shi kanë bërë pusë gjithë vetë. Dhe ti nuk e mundësi të bësh një pusë të ri? Po, nuk kam mundësi, si kushto rreth 6 milion vjetra mund të kushto. Po nuk kam që më pensionisa, jam 75 vjeqe dhe jetoj vetë. Je 75 vjeqe, jeton vetën? Po, aqja, 74 kam rapu 75. Edhe 100 u bëfsh, të uroj shëndet dhe jetë. Po mirë, nuk e bërë një kërkes aty në Ndroq të institucionet? Po, kam bërë kërkes aty ke administratori që është këtu. Edhe u e morë veç që ai që bërë në fakt të puse, ku shkovon të ajo thasë nuk e më pësaru shëqatët, po nuk ka më kreu pasaj. Nga e fjallin, po pasaj nuk ka, nuk kam të e fjallin, nuk ka nërthëm. I kërkova, atje shkovon të edhe. Po mirë, ju si pas institucioneve do rrini pa ujë? Ta i shtë merë. Në këtë vakë mos kesh ujë. Maj përgjësjet, i shko, atje shko ku të sho, ku të shkosh. Dhe sa ko u bëj që ti nuk e ujë në shtëpi? Unë kam fakt, se kam paskush, në për lagjet, për para ka qenë mosha mare edhe mund t'i kështë, unë kam, me fjallë kam afërsisht 4 vjetë që mosh të kom shitu afër. 4 vite që nuk e ujë në shtëpi dhe mbush të komshiu? Po, mbush të komshiu, kurse ujë për pi, kam ble. Kam ble ujë për pi, dhe për gjë dhe për enë, pra dhe ato bo qashaj me ujë. Që e ble? Ka mund të, që mosh të tje. Po kjo është e të mërshme, se tani vetëm për tualetet, sa ujë duhet? Mund të mbushet e komshia ujë gjithmonë? Po, pra ajo është, pra ajo më vjetëzor, është se nuk do të rritë gjithmonë a i bajnë me ujë. A i ka bo shumë, ka bo ba mërësi të kush.
Se dhe ai nuk e ka shpusin shumë të shpik me Sandër që i thajnë që është shpalë me fjallë. Ka pusës për para, kështu, dhe i ka me të shi dhe ti, nuk i vje ujtë e shu si ka pëstar për para. E po në 2026-ën, akoma në Shqipëri, njerëzit vuajnë dhe nuk kanë ujë, ndrojë që është vetëm pak kilometër larg Tiranës dhe mos të kesh ujë, kjo është skandaloze, është e tmerrshme. Tmerrshme, sidomos me këtë vakt që është tash shumë e tmerrshme. E dashur se po. Të vjetzor që të shkosh ti thuash për shembull gjithmonë, tash ai mund të moshim deri në far kohë, po gjithmonë ai tjetër nuk të marrë do 3 vetë i duhet ujti për vetës. Ti do fshat ka, jo do mjellin një zësabatën, një diçka, një pemë, do lagin një gjohë. Ai do të menoj edhe për mu, do menoj për vetën e vetë. E qartë, kuptoj, është skandaloze. Por më thej jetoj vetëm, pse jeton vetëm? Unë jetoj vetëm se unë fakt i kam një qonë që e kam në mendame. Ke një djalë dhe je divorcuar? Po. Kam një djalë divorcuar, që në Elbasan, edhe nda. Kam vite, kam dhe në vitën 1976. Dhe s'jam martu. Sa vjeç ke qenë kur je ndarë nga burri? 24 vjeç. 24 vjeç dhe nuk u martove më kur? Jo. Ke jetuar vetëm me djalin? Po, me djalin. Por pse ke bërë këtë jetë? E kam erdha ku ke prindit në qëtë. Baba më dhej, pasaj jetojsha me nanën time. Për të 2 vlezët u ndanë, një Tiranë e një është po këtu, është i ndanë. Përse më jetoj vetëm, djali u rritë, për kote nuk qanë dhe do të ose s'kisha për kraje, s'ke iku Italia të e ku ikën gjithë në skapë. Sa vjeç ke djalin? Djali është 50. 50 vjeç, qoftë me jetë dhe jeton jashtë Shqipërisë. Në Itali. Në Itali. Dhe sa vite ke që jeton e vetë me fare aty në Ndroq? U bo vite, u bo shumë, derisa ka hik djali, po shkojsha vetëm për të bo dokumentet që kisha një shparasyje shëndetësore, të dokumentet i bona. Po që jetoj kam vite derisa ka hik djali vetëm. Shkojsha risha pasaj me muja atje. Dhe ktheshe. E u kthesha. Sa po në dokument. Parasyje shëndetësore, më tepër. E kuptoj. E dashu sere, ke qenë e martuar në Elbasan? Po. Sa vite qëndrove e martuar? Atje i vit. 1 vit e martuar. Por pse nuk funksionoi? Nuk ishim marrëveshje. Ndam. Më tha më mirë tash që ishte fillimi se ku e kam pas djalin të vogël. Sa vjeç ka djali ka qenë me muaj, besoj, sa ka lindur kur ti e ndarë? Me muaj. Por ishte një martesë me mbledhëri ta bën? E po, mbledhëri. Ti nga Ndroqi, ai nga Elbasani? Po, josën të më rreth njësie, si ishim përpara, në shkesë, si që ishte... Në ato kohë, në ato vite. Si që ishte në ato vite në ndërty. Por ishte ai, le të themi që nuk përputhej me karakterin tënd, apo nuk ndjeshe ti mirë dhe vendoset të ndaheshe? Unë, me thonë të drejtën, ai ishe qeni martu, edhe kishe një fëmijë. Kishte pasur një martesë, po. Sa filloj me taku ajo uja para fëmijë, se fëmijën e kishte ky, ish bashorti. Aty pasaj fillon ato grinje dhe shkoj prapët e ajo. U rikthye gruaja e parë? U rikthye gruaja e parë, masi ika, unë pasaj u rikthye. Dhe ti ngele me djalin e vogël dhe ike? Po s'kisha, nuk qa jetë në. Ishte kotë që t'isha. Nuk pasaj me që s'kishim mas marrëveshje, këshu e boni dokumentet dhe edhe u isha dakord për ndarë dhe nda. Është kujdesur për djalin e vetë? Do kujdes, a i ka vdek të shi, se masi i ka unë, a i zoti di vetë lërët, nuk rojti shumë pasaj, s'monit keqe në diqë.
O, sa u nda nga ty, jetoj dhe pak vite dhe ndroi jetë. Jetoj pak vite në ndroi jetë. Po, prapë që unë ishte i 5-6, ka që qenë, po nuk e vepare me taku. Derisa ishte i gjallë, nuk e takoj asnjëherë të birin e ti. Nuk e takoj fare. Dhe djali nuk e ka njohur kur babajnë fatkeqësisht, dhe pse sot është në moshë madhore. Jo, nuk e ka njohur fare. Besoj që në moshën e adoleshencës të ka pyetur për babajnë. E ka pyetur, po të gjatë fëmija po që i vore i madhe nga mrena, se shef dhe shokët dhe si do në shkollë, gjitha ne ku do shkoj, si e ka atë mungese, po pavarësisht se sa ka jetu, nuk e ka pa, Nuk e ka njohur. Dhe ty të është dashur në jetë të bësh rolin dhe të nënës dhe të babait, dhe e ke pasur të vështirë. Shumë të vështirë. E dashur, sere, por djali bëhet me motrën nga babai që ka? Jo, atje vetëm kanë e dy çuna tjera, po jo nuk bëhen parë. Dhe se s'ka qenë jatim i prezentua me dhe s'ka fol një herë sa shumë. S'bëhet fare. Më vin ka kesh, sinqerisht. Por çfarë ndodhi? Ti një vajzë e re, 25 vjeç që ke qenë kur e ndar nga burri, u ktheve në ndroq, pse nuk u martove ta vazhdoje jetën tënde? Ishe shumë e re. Nuk e vazhdova jetën se isha shumë. Ajo që çdo gjë me fjalë është njeriu ndjen një stres të madh, nuk mbi mendje më, edhe do të rrihet qetë, do të rrihet. Vazhdova punën time, rrita fëmijën dhe nuk peva kokën mbrapa. E ke përjetuar ndarjen? Po. Të ka lënduar, përderisa i ndjerë, është kthyer te gruaja e parë, të ka lënduar. Po, ishte i buna forca vetës time, do punojë, do rrisë fëmijën, do maj vetën time dhe asnjë gjë tjetër. Si ka qenë jeta jote? Mirë ka qenë, po kam punuar, ju kam përkujdes fëmijës. Sikur u lirova pasaj të ndava. Gjiku stresi, isha shumë stres. Në atë një vit që të ndrove atje si nuse, ke pasur shumë stres. Shumë e stresume. E qartë, e kuptoj, por i e kthyer te nënat e babai, sigurisht ata të kanë hapur derën, të kanë mbështetur, ti ke punuar për të rritur djalin, por si ka qenë jeta jote, doja të thosha e vetme, pa një mashkull në krah, ke marrë një vendim shumë të rëndë për veten tënde, që i ke thonë stop që 25 vjeç e jetës. Po, më ka marrë një vendim shumë, u përkujtësova, u përkujdesa vetëm këtë djalin, e vendosa ke puna, edhe në fjalë u bona vetë pa, dhe vetë pa. E dashur sere, sot që je 74 vjeçe, nëse e kthen kokën pas, je bërë pishman që ke marrë këtë vendim? Jo, s'jam bërë pishman fare, se në atje po jetosh aty, po të lërosha. Jo për ndarje nga burri, pa dyshim, një martesë kur nuk funksionon, prandaj është divorci, por je bërë pishman që more këtë vendimi që nuk u martove më kurrë? Jo, nuk u bëna pishman, po si dihet se si të dilë edhe i tjetëri, në qoftë se do u martosha pra, nuk e dihet. Ajo është diçka si të qelloj pastaj, pra do futesh. Nuk e di, fati është fati njeriu, ku ke fat ke, ku s'ke. Ajo është vërtet se ndjell diku këtë. Por jam e sigurt që nëna dhe babai juaj të ndjerët, ku kanë qenë gjallë, të kanë thënë martohu. Çdo prind kërkon që fëmia i vet të ketë familjen. Po çdo prindër ashtu thotë, po. Çfarë do bëj? Pas vdekjes së nënës dhe babait, ti ngele e vetme. Po. Besoj këtu filluan ato vështirësitë, filloi ajo vetmia. Po shkoj edhe ke djali për shkak se kam dokumente të tjera, po e kam shumë gur djali, është me 3 fëmijë, edhe 2 dhoma ka, nuk jetoj dot. Se duan dhe fëmijët lirinë e vet, si janë rritë tash. Njëri 6
Njëri 15, tjetri ka për 17, ka dhe një vajzë. Janë të rritur, një prit e mbesat. Tunde ato, Rehatin e vetë, kuptoj. Ti ke shtëpinë tënde, jeton të shtëpia jote, sigurisht shtëpinë që ta ka lënë nëna dhe babai, besoj. Po. Sere, u bë shumë vite që në momenti që djali u martua, i ku jashtë shtetit, ti jeton e vetme. Shumë vite që je e vetme. Besoj diku te 20 vite jeton e vetme. Po. Është e vështirë për një grua të jetë e vetme 24 orë në 24 orë, apo je përshtatur dhe je mësuar me këtë lloj jetese? Po, tash që jam mësu, se fillimi është edhe ashtu, po kështu që flas me djalin, flas kështu me internet. Mund të shkoj dhe herë kështu, mund të rri. Për vizit. Ku mërzitën, për tash dal vetë me fjalë, oti më lof me kamë dorë, po i thonë, ku del për shembull, është më ndryshe. Po kur rimi ven aty është e vështirë, po nuk po je smur, rimi ven nuk E qartë. ke nevojë për kujdesje. Po këtu le mund largosh, mund del shokë i shoqe, mund të bësh mohabet, mund të bësh telefonat. Të pish një kafe. Është më i çik më ndryshe. Dhe këtë desha të pyesja, si është një ditë e jotja? Je 74 për 75 vjeç, por ngjan shumë e re, je shumë e mbajtur. Si është një ditë e jotja? Dita ime kështu është, më fjalë. Do bëj këto punë që kam. Duke kërkuar ujë borxh, duke mbushur ujët e komshia? Po. Ja, kështu, ja ku kam për bleni diçka, dalë këtë dyqanet e bleni gjallë. Kam e dy zogë, dy pullet, i po jizmet dhe atyre. Se ke shtëpi private, sigurisht aty, dhe shumë mirë bën që i mban, se argëtohesh. Sa për të helenismit, sa për tashu. Ja, kështu ka lot dita. Du bësh një diçka për vetën tatët. Du vish shtëpis vetë për dau, se s'ke një qëtë vit për bëj punë. Dhe sa të lofë zoti me kohë me dorë, për i thonë. Dhe të uroj jetën e gjatë dhe je e re, e dashur Sere. Dhe sa të jemi në gjenje punë. Të kuptoj. Sere, edhe djali vjen shpesher, besoj, në Shqipëri të viziton. Po, edhe djali vjen. Po të shqip, më boni qoni, tash. Ade mami, tash unë. Amër mami, po vita, po ti s'ke ujë, tha more. Ka të drejtë, është absurde mos kesh ujë në 2026-ën. Ti s'ke ujë, tha se po vitë me të qone në mamë, që vjen me me të prejërë. Po ne, këto ka, ne në mësutat që në fjallë vjen tjetër kondita, që është atje. E kanë dushën, e kanë lanë për ditë. Normal, nuk konceptohet atje ku jetojnë ata në Itali mos ken ujë. Po thash kush e di, thash që ka bëllë zoti, thash. Hajde tash do bajmë muja në etave dhe hajde. E dashur Sere, dhe ndalemi tek problemi kryesor, të pyeta për jetën tënde, ma rrëfeve në këto minuta jetën tënde, më vjen shumë keq që ke pasur një martesë, je divorcuar pas një viti, por ke gjetur forcat dhe mënyrën tënde për të jetuar dhe në një farë mënyrë je lumtur, kështu siç je dhe të uroj lumturi. E dashur Sere, ndalemi te problemi i ujit që është më madhori për ty. Ku ke shkuar konkretisht dhe ke trokitur dhe ke kërkuar të ndihmojnë institucionet për ujë? Ku ke vajtur? Nuk kam shku po ndrojtë është ai administratori. Administratori në zonën e Ndroqit. Po? Ati kam ujë, po më thamë, isha jerë në kohën e zgjedhjeve, para se bëshën votimet. Po? E thashë këtu nuk kam ujë, thashë, po moshke kom shqitëm, po të përshtu të moshke kom shqitëm. Ajo më tha, moza, ja ta qofim, tha, më shkujtë e jemër aty, e të shofim, tha, se je kam bodit të të njën bodit. është një shoqatë në fjallë, nuk e di, ashtu thaj se nësë bëjmë kuse, tha. Po, mund të një shoqatë, tha, të të lidhën me tha. E kam shko 2-3 herë tjera, asë që së më boni. Jo, unë e kuptoj pusin, se jam rritu në fshat dhe di shumë që është pusi para oborrit ku merrni ujin, por unë sari do të kuptoj si ka mundësi që nuk është truar linja e ujit në lagjen tuaj në Ndroq. Ju duhet të bëjni të gjithë bashk, të gjithë ato shtëpi që jeni në atë lagje, që s'keni ujë, duhet të bëjni bashk, të kërkoni ujë. Teta, disi është fjallë të thash dhe njerë,
lagja këtu nuk e kanë problem se kanë nxjerrë gjithë puse. Se edhe uji ka pasar përpara, nuk ka qenë as rrobat, i nxita rrobat. Nuk ka qenë ujë se çfarë shkuti atje në Tiranë, ku e marrin ujin ato. Nuk e di se çfarë shpime bëjnë. As u lashën e në atë ujë, ajo ishte kështu vetëm për plaçamente, për banjë, për kufë. Kjo është tjetër problem. Nuk ishte ujë që është ujë për diell dhe për bie, nuk ishte ujë i pastër. E kupton? Edhe për ne këta nuk, të lagja nuk i konë rëndësi, kanë nxjerrë gjithë puse vetë. E kuptoj, por gjithsesi ka dhe ato familje si puna juaj që nuk ka mundësi të hapi një pus i cili kushton 6 milion lek dhe ngelet pa ujë si që jeni ju. Prandaj do t'i ishte rrugëzidhje që të merreshin masat pikërisht dhe për familjen tuaj. E dashur sere, administratorin e zonës tuaj e kam numrin, sepse kam patur dhe raste të tjera nga Ndroqi, nuk e di nëse i ke ndjekur në programet e mia, kam patur shumë raste nga Ndroqi, do flas me administratorin tuaj, më vjen shumë keq që je 75 vjeç dhe ngre bidona të ujit për t'i çuar në shtëpi, mos kesh ujë, raste duhet të marrin zgjidhje. Është gjetur një formë tani, duhet të denoncosh, të ngresh zërin, të bërtasësh që institucionet të reagojnë. Kështu që do bëj pamundër që të flas me të për të parë situatën dhe uroj që shumë shpejt atje në atë çezmën tënde të shtëpisë të ketë ujë. Të gjendet forma, qoftë me atë pus të ri që mund të hapet apo me çfarë mund të bëhet. Mirupafshim sere. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, e dëgjuam këtë 75 vjeçare, e cila tregoi se edhe në vitin 2026 ajo detyrohet me bidona të mbushi ujë te komshia sepse nuk ka. Dhe ky është kulmi. Mos kesh ujë në vitin 2026 dhe teksa dëgjojmë protestat që njerëz dalin dhe thrasim duam ujë dhe duam drita, ndonjëherë të duket habi, ç'a drita dhe ujë ku Shqipëria ka drita dhe ujë, por gjëra të tjera nuk ka. Por jo, Shqipëria nuk ka akoma drita dhe ujë. Ja, kjo zonjë sot denoncoi këtu në live me Odetën se prej 4 vitesh nuk ka ujë në shtëpinë e saj dhe uroj që zëri Sere Shkozës, kësaj 75 vjeçare, të dëgjohet këtu në live me Odetën. Mirë, do të qëndrojmë sërish bashkë live, pasi do të zhvendosemi, do të jemi jashtë kufive të Shqipërisë, do të shkojmë në Itali, një tjetër zonjë është duke më pritur, ka për denoncuar një tjetër historim të dhimbshme të familjes së saj. Hap dritare dhe dëgjojmë së bashku. Gjustina, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Atëherë, si që thashë dhe emrin, jam Gjusi, jetoj në Itali prej rreth 28 vjet. Dukesh nga e folura që pas ke vite që jeton në Itali. Pse? Çfarë ka? Jo, kur e flet shqipe duket që është ai theksi italian. Te emigrantët kuptohet qartë kjo gjë. Vërtet, nuk e di, ja. Në çfarë vendi të Italisë jetoni? Unë jetoj në Cuneo, nuk e di a ke dëgjuar ndonjëherë. Këtu në Itali, si the? Në veri të Italisë është. Po, në veri, 60 kilometër o 80, kështu nga Torino. E qartë. Ju më keni dërguar mesazhe, unë i kam lexuar me vëmendje, jeni në kërkim të hallës. Jam në kërkim të hallës. Së pari të falenderoj që më e përgjigjur. Faleminderit dhe ju. Dhe jam shumë vite që kërkoj hallën. Në të vërtetë unë nuk e di mirë se si është programi juaj. Nuk e di se si rregullat e këto gjëra, se kam parë disa video, por jo komplet, jo se e kam ndjekur, se nuk është se kam gjithat kohë të rinë telefon. Dhe bëri mirë që më pyete, atëre, kush janë rregullat në programet e mia? Janë fare të thjeshta. Një familjar duhet të jetë prezent kur është në live me Odetën, duhet të denoncojë historinë e humbjes, të tregojë detajet dhe ngjarjen e personit që ka humbur kontaktet, disa fotografi të personit të humbur dhe ne nisim kërkimet. Unë jam e vetmja që e kam marrë këtë vendim dhe në të vërtetë nuk kam shumë informacione. Unë nuk kam asnjë lloj fotografie në këtë asaja. Fatkeqësisht nuk keni asnjë fotografi të hallës. Asnjë gjë s'kam, sepse para 70 vjetëve ka ndodhur një tragjedi e madhe në familjen tonë. Por, ka qenë diktatura. Gjustina, ma rrëfej historinë e familjes që ta kuptoj qartë. Do në çfarë ka ndodhur? Atëherë, në 1956
Po. As unë nuk e di mirë historinë se ne jemi nga Malësia dhe kështu që janë shumë të mbyllur. Dhe nuk flasin se është një histori e tmerrshme për të harruar dhe familjarët e mi nuk flasin shumë se janë bërë kështu, nuk e di, është një histori shumë e trishtë, shumë prekse, por ajo që ka rëndësi është se gjyshja ime ka tentuar të kaloj kufirin. Flasim gjithmonë për babain tim. Gjustina, të lutem, ta bëjmë bashkë bisedim që ta kuptoj dhe unë qartë historinë, aq sa detaj ju dini. Në 1965-ën, gjyshja ka tentuar... 56-ën. 1956-ën. Plus 70 vjetë janë tani këtë vit. Gjyshja juaj ka tentuar tragjedi mes familjarëve, mes kushërive. Ka ndodhur vrasje? Vrasje, kanë tentuar të kalojnë kufirin dhe janë pushkatuar persona. Nga është një histori shumë prekse. Nga regjimi komunist, i asaj kohe? Nga regjimi komunist, po. Pastaj gjyshja ka tentuar të kaloj kufirin, por nuk ka mundur dhe ka përfunduar në burg. Ata tjere që kanë qenë me ata janë pushkatuar. Dhe sa veta janë pushkatuar nga familja juaj në ato vite? Nuk më tregojnë mirë historinë, sepse baba im ka qenë 3 vjeç, edhe ai është braktisur nga ema të lopët të Bagtit, dhe ajo ka marrë djalin 8 vjeç, që vllajin e babait tim, Xhaxhain, dhe hallën time 6 muajsh. Dhe babain tuaj e ka lënë në fshat? E ka lënë në fshat, e ka braktisur te Bagtit. Kështu që të nesërmën e kanë kuptuar të tjerë që është një fëmijë të mes lopëve Bagtive. Dhe pastaj atë që di unë, në radhëtar baba im ka qenë 3 vjeç që s'kujton gjërat. Gjyshi im ka qenë i vjetër dhe ka qenë i smur. Gjyshja ka përfunduar në burg për rreth 15 vjet, por nuk e di mirë. Mund të jap emër e mbi emër, por unë as nuk di më shumë për gjyshën. E di vetëm se ka bërë gjithat burg dhe ka jetuar në Tiranë. Por babai juaj përfundoi në jetimore? Babai im është rritur nga Kojshit dhe atë që ka mundur babai i tij, gjyshi. E ka rritur gjyshi i moshuar dhe e kanë ndihmuar fshinjat, e kuptova. Po. Dhe kështu që ai në moshën 18 vjeçare ama e ka kërkuar, po ai se ka pranuar kurrë. Por babai i babai tuaj, pra gjyshi, ai u pushkatuan ato kohë? Jo, ai ka vdekur nga sëmundja. E ka lënë babain tim 13 vjeç, kështu. Por në momenti që gruaja iku për të u arratisur, pra gjyshja, ka qenë babai që e ka rritur babain tënd në një farë mënyrë, gjyshi juaj? Po, deri në 13 vjeç, por mendimin e Kojshive ka afër aty njerëzit e mirë, pleq që kanë qenë në fshat. Por me sa po kuptoj unë nga kjo histori, se dhe ju nuk e dini shumë, se edhe babai juaj ka qenë i vogël, gjyshja juaj në një farë mënyrë ka braktisur edhe babain edhe burrin e saj dhe ka marrë djalin dhe gocën dhe ka ikur. Po. Ka tentuar të kaloj kufirin për Jugosllavi. E qartë, dhe përfundoi në burg? Përfundoi në burg, po. Bëri 15 vjet burg, më duket, nuk e di mirë. Dhe është kthyer, ka kërkuar falje, por ai s'e ka pranuar asnjëherë. Babai juaj? Po. Dhe motra, unë di emër mbi emër e vitin e lindjes, se në atë vit ka qenë o 56, 1956 ose ai vit, se ai ka qenë 6 muajsh. Po, që mund të ketë lindur o atë vit ose edhe fundi vitit 54.
55 ndoshta, 6 muajsh. Nëse ka qenë 6 muajsh të i bie o fundi 1955-s o 56 ai vit. Por dua të pyes, në momentin që gjyshja juaj era në burg, çfarë u mësua nga gjyshi juaj që më pas i ka treguar dhe babai tuaj nëse ai di, me 2 fëmijët, me djalin 8 vjeç, me xhaxhain dhe me hallën, çfarë ndodhi? Se u arrestuan? Ai xhaxhai 8 vjeç ka ndenjur me gjyshin. Por ai është si varr, ai nuk flet, nuk tregon asgjë. Ai thot vetëm që ju duhet ta dini se çfarë ka ndodhur, por nuk është nevoja që ta binin dritë historinë, sepse kanë vuajtur shumë. Dhe kemi shpëtuar nga gjakmarrja. Gjustina, tani që ta kuptoj qartë, xhaxhai 8 vjeç, shteti e ktheu në familje te babai dhe tek babai juaj, te gjyshi dhe babai juaj, ndërsa vajzën e vogël ku e çuan? Besoj në jetimore. Në jetimore në Shkodër ka qenë për disa vite. Po nuk e di se në cilën jetimore. Shkodra vetëm një jetimore ka pasur, nëse është dorëzuar në Shkodër, ka qenë te Befotrofi në fillim, sepse ndahen me grup moshat, dhe më pas, sipas grup moshave, fëmijët kalojnë nga një institucion në tjetrin. Po, do tjetë ashtu, se nuk e di, nuk është se është një gjë, se si ta shpjegoj, që nga që familja ime doan t'i lejnë gjërat të harrohen, që mos dalin dritë me kjo histori, për këtë motiv ne nuk kemi mundur ta kërkojmë. Hallën. E nuk e dim as se ajo nuk don të na takoj. E vërteta është që unë di emrin e saj, mbi emrin sikur ne, normal mbi emri dhe emri i babait është i njëjti. Edhe Ina, në sigurisht si quhet Halla? File. File? Emri i babait Ndok. Ndok, po. Tinari mbi emri. Tinari, por mëmësia? Zojë. Zojë. Po, Zojë. Gjysha juaj Zojë ka ndruar jetë? Po, ajo ka ndruar jetë për një sëmundje, por nuk e dim kur dhe çfarë e asgjë. Por ai pasi doli nga burgu, ku jetoi? Ajo jetoi në Tiranë. Dhe babai juaj nuk e takoi asnjëherë. Kurse ndoshta ajo është prezantuar, po ai nga që ajo e ka braktisur 3 vjeç, nuk e njifte. Vetëm ai thot që ka ardhur një femër dhe më ka thënë më fal, edhe ky si ka pranuar. Ka qenë shumë i vrarë edhe nga opinioni dhe kështu që. Por vllai që ka qenë 8 vjeç, i babai tuaj xhaxhai, sigurisht ai ka qenë i vogël, ndoshta për shkak të traumave edhe ai nuk mund të mbajë mend gjë. Kur babai juaj është rritur, ka folur me të vllan, ai çfarë ka treguar për motrën e tij? Domethënë, di ai diçka më shumë? Unë i kam bërë pyetje xhaxhait, i kam thënë që kam drejt ta njoh të di, por ai përgjigjet e tij kanë qenë po ke të drejt, po ku ta gjejnë? Pra, që edhe ai nuk ka informacion. Kam mbyllur çdo gjë aty. Kam pyetur shumë njerëz që kanë jetuar në Shkodër, njerëz tonë, dhe të gjithë më kanë thënë, ajo është zhdukur me dëshirën e saj. Jo, ajo nuk është dukur, ajo është lënë jetimore, është rritur, është birësuar ndoshta, ka bërë jetën e saj. Po. Ka bërë jetën e saj. Se atë që di unë, është rritur në jetimore, pastaj ka shkuar në Tiranë, ka marrë studime, me partinë e punës ka qenë ndoshta llogaritare, kështu sa babai që ka dëgjuar. Si keni mësuar këto informacione për Hallën që pasi ka mbushur 18 vjeç ka dalë nga jetimorja? Nga njerëzit që jetonin në Shkodër. Ata i thonin vetë që e kemi parë, është atje, tani ka shkuar në Tiranë, por babai s'ka pasur asnjëherë kurajo, nuk e di pse. Por sot babai e kërkon motrën? Unë këto vitet e fundit që kam pyetur shumë njerëz, disa më thojnë që ajo ka shpreh dëshirën
ta leni qetë. Por nuk e di se është e vërtet kjo. Sa vjeç i bie tjetë afërsisht halla juaj File, zonja File? I bie 1956 datëlindja apo i quaj? 71 mund tjetë. Po, 70 për 71 vjeç, sepse muaj se kur ka lindur ju nuk jeni të sigurt çfarë muaj është. Jo, nuk e di fare. E tjetër, dikush më ka thënë që ka vdekur në vitin 97, pas viteve 90 nga këto anije që s'ka ndodhur këtu tragjedit në anije. Largimi për në Itali. Dikush thot ashtu. Pastaj dikush më ka thënë që jeton në Parma. Por ajo sigurisht do të ketë marrë mbi emrin e burrit, po ne nuk e dim se me kë është martuar. E qartë, por nuk e keni marrë ndonjëherë guximin të shkoni në jetimoren e Shkodrës, aty ku ajo ka një dosje, sepse aty është rritur. Përderisa ju keni mësuar që ajo pasi mbushi 18 vjeç erdhi në Tiranë, do të thotë që halla juaj është rritur nga 6 muajshe që është marrë nga shteti deri në moshën 18 vjeç, është rritur në jetimore dhe më pas ajo ka kaluar në Tiranë dhe ka vazhduar studimin, që do të thotë nuk është byrësuar asnjëherë. Ajo ka një dosje aty. Pse nuk e ke marrë një guximin të shkosh tek jetimorja e Shkodrës, ta hapësh regjistrin dhe ta mësosh çfarë ka ndodhur me fatin e File Tinarit? Ke të drejtë, por që kur unë shkoj një herë në vit Shqipëri. Sa shkoj takoj mamajn, babajn, rri me ta, kujdesem se dhe mamajn me ka pasur një iktus dhe kupton kam ato gjërat që ato 10 ditë i kaloj me ata. E kuptoj, nuk është e lehtë për një emigrante. Pastaj kthehem në punë, nga këtu unë kam bërë kërkesa, po që nuk kam menduar për këtë jetimore në të vërtet. Sepse aty është vendi ku rrit. Por Xhaxhai, që është më i madh në moshë se baba juaj, ai ka interes ta gjej motrën? Unë mendoj që ai nuk flet. Nuk e di sepse, se qarë, po është një mendimi imi. Nuk e di të vërtetën. Dhe pastaj ajo shpreh dëshirën të zhdukej. Janë gjithmonë fjalë, nuk e di se si t'i besoj se çfarë. Është diçka shumë segrete, nuk e kuptoj. Për këtë unë kam nevojë të di. Të mësoni të vërtetën. Por nëna e vet, gjyshja juaj kur doli nga burgu, keni informacione, vajti e kërkoi të bijën apo ajo vazhdoi jetën, u martua dhe nuk u lidh dot me fëmijët e saj? Nga gruaja e Xhaxhait që flet me nënën time, ndonjëherë ka thënë që ajo pastaj ka shkuar të jetojë me temën. Po kur ka zbuluar të vërtetën e tragjedisë, se çfarë ka ndodhur, ka mbetur shumë e prekur. Dhe nga të gjitha anët ka shprehur dëshirën që të bëjë jetën e vet dhe të largohet nga gjithë. Mos ketë kontakte me askën, te kuptoj. Gjustina, kur themi tragjedin, për çfarë e ke fjalën? Që gjyshja ra në burg dhe donte ta arratisej? Jo, ka ndodhur gjëra të rënda, vrasje. Kemi, si familje, kemi vuajtur se kemi qenë gjithë afër. Unë nuk kam qenë në atë periudhë, po e kuptoj babain tim, si sa ka vuajtur të kesh një problem me kushëririn tënd është gjë e rëndë. Kanë qenë në konflikt brenda gjakut? Brenda gjakut, me kushërit më të afër, që kishim 20 metra larg shtëpit. Ka qenë gjithmonë tension. Sot kemi një indiferencë. Sot janë brezat e tjerë që jeni më të rritur, besoj që brezat e rinj janë më open mind dhe i keni harruar, le të themi, ato të shkuarën. Prandaj sot familja ime është diçka e harruar, mos e bjerë në dritë, mos të fol. Po është një gjë që ne nuk kemi faj, as ajo s'ka faj. Është e qartë. Përsa i përket konflikteve, padyshim që janë të harruara, po përsa i përket hallës, është gjaku juaj dhe nuk harrohet kurrë. Kjo është... Në fakt atë në që nuk kam dëshirë të kaloj jetën time pa e njohur ose se kam kushëri ose
që ta di diçka. Se është gjaku. Po pastaj vllai im për shembull, ai e ka dëshirën, po ka frikë nga opinioni. Se kështu jemi ne malsort, kemi këtë opinionit, e kemi të mërshme që dalin përsëri në dritë kjo histori të flitet. Por qa opinioni? Kërkon hallën tënde, e cila u rrit një jetimore, fatkeqësisht, si historia juaj, nuk është vetëm familja juaj në Shqipëri, ka plot. Edhe unë ja them këtë vllajt, unë se kam problema ato se ndodh në jetë të gabosh, nuk ka gabuar gjyshja ime. Dhe gabimet e gjyshës tuaj nuk janë mëkate tuaja. Një njeri mirë e gjitha, po ndodhen disa fatkeqësi, nuk e dim se çfarë ka ndodhur. Nuk e dim të vërtetën tamam, E qartë. Por unë s'kam faj dhe ashtu dhe halla s'ka faj. Gjesi, e vërteta e hallës tuaj me emrin File nuk dihet, është e sakta e vërteta. Ju thjesht i keni thashe theme që ende nuk janë verifikuar. Ajo edhe mund t'jetë birsuar, mund t'jetë pasur dhe një familje. Këtë gjë ju nuk e keni verifikuar asnjëherë. Ndoshta dhe ajo mund t'ju ketë kërkuar dhe s'ju ka gjetur, ose mund t'jetë ai versioni që... Jo, po një gjë është kjo e vërtet, si kur thot edhe familja ime, thot ne jemi gjithmonë në të njëjtin vend. Nuk kemi jetuar gjithmonë në Shkodër, ose në Malsiko të funit më shumë. Por jo se jemi larguar, vetëmja që jam larguar unë dhe djali Xhaxhait, që jetojmë në Itali, tjerët janë atje. Dhe ju mendoni që ajo duhet vinte një ditë ju kërkonte? Ashtu kanë menduar të gjithë. Por gjithsesi, nëse ajo ka pasur një familje, një nën, një baba, ka pasur prindit birsus, ndoshta ka menduar që mua më kanë braktisur dhe nuk kam arsye t'i kërkoj, pa e ditur të vërtetën e historisë. Zakonisht fëmijët që rriten në jetimore janë fëmijë që kanë zemrën plag kur mendojnë që janë të braktisur. Ne nuk e dim nëse ajo e di të vërtetën, e ka zbuluar rrënjët e saj biologjike, ju ka zbuluar juve, pra kjo ngelet enigëm. Prandaj po të them që edhe ajo mund t'ju ketë kërkuar paralel dhe s'ju ka gjetur, ose nuk ju ka kërkuar dhe s'ka interes t'ju kërkoj, ndodhte edhe kjo gjë. Nuk e di, kam shumë pak informacione. Unë uroj dhe shpresoj që të mësoj diçka e vërtet për hallën tënde, por ti nuk e nje, e di vetëm si histori. Imagjino ta kesh përballë, çfarë do i thuash, nëse ajo edhe do të refuzoj, e ke menduar dhe këtë version? Ma refuzoj e kam menduar, por jam e përgatitur. Që në kuptim fjalës, edhe që ose më refuzoj, na kanë refuzuar që një herë. Jeni e pafajshme, s'ka lidhje. Në Itali na kanë mësu. Nëse do ta E kuptove ti çfarë thash? Të kuptova shumë mirë. Çfarë ke përjetuar në emigracion, kështu që je përgatitur nga ana shpirtërore dhe nëse ajo do të refuzoj, por që më prek nga asgjë dhe më vjen keq se unë prezantohem si mesa, pastaj ajo mund që e respektoj gjithmonë se çfarë mendimi mund të ketë. Unë vetëm mund t'i them, unë jam kjo, dëshiroj, pastaj dhe le të mendoj, mund t'i jap numrin e telefonit, një ditë nëse dëshiron të flas, nëse nuk dëshiron, s'kam ç'të bëj. Timen e bëra, unë gjithmonë bëja pjesën time. Mirë, Gjustina, do mbetemi bashkë në kontakt dhe të falenderoj dhe uroj me zemër të ndihmoj, të zbuloj diçka për hallën tënde. Të përshëndes. Shumë. Të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Mirupafshim. Kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori, këto denoncime që vinë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Takojmë nesër miq, ora 10 me një tjetër histori. Mirupafshim.